If you desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire with that. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloudborn, I fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire with that. Wings, with the new kids on the block, with each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings, and you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Blumi u kthye në kështjellën e re me Brendonin për të gjetur librin që përmban historinë e saj, ndërsa Riveni dhe Trixat e ngatruan Blumin me informacione të gabuara. Ajo është aq i mërzitur sa dëshiron të largohet nga bota e magjisë. Vetëm ndërhyrja e Wingsave dhe e Mirtës e zgjidh të situatë edhe pse e paguajnë shtrenjtë. Hajde tani vajza, mos e merrni kështu, është thjesht një testim i shkurtër. Po, por është një testim i papritur dhe s'na duket e drejtë. Dëgjoni, testimi është rreth gjërave që ju duhet i keni lexuar, vajza. Kështu thoni gjithmonë ju mësuesit kur doni të na ngarkoni me detyra. E dini që lënda juaj është e vetmja tek e cila duhet të mësojmë. Gjithsesi, atëherë do të kemi testim nesër. Ju këshilloj të hini një sugjerave që diskutuan sot. Nuk do të mundem kur t'i bëj të gjitha. Nuk po bëj shaka, vajza, unë nuk di asgjë. Mos më thuaj mua, nesër kam provim tek studimet e tmerrshme. Po çfarë është kjo zhurmë? Blum. Si është puna, vajza? Mos po qeshni me mua? Mund të më thoni se çfarë ju bën kaq shumë për të qeshur? Ndonjëra ka përdorur tryezën e saj si shtrat? Blum, eja me mua në drejtori. Më vjen keq. Problemi është se unë nuk kam fjetur mjaftueshëm mbrëm. E shikon, vajza qëndron zgjuar gjithë natën dhe në mëngjes flen në tavolinë. Është faja i zërit që e dëgjoj gjithmonë më shumë. Më thërret në emër, bëhet gjithmonë më i fortë. Është pikërisht ai zë që më zgjon në mes të natës dhe nuk më lë të flej. Sa mendje krijuese që ke. S'ka problem, Blum. Duhet qetësohesh. Shko në dhomë tani dhe pusho pak. Do të flasim ndonjë ditë tjetër për këtë. Po, zonjë, Thërit me njëherë këshillin e konsultimit. Mendoj se ka ardhur momenti të tregoj Blumit një tjetër pjesë të së shkuarës së saj. Ta madhe mira, mendova se e kisha diku rrotull. Mos është gjë këtu? Mos ndoshta kam lënë atje? Mos më ka rënë gjë kundi? Ndoshta do ta kem lënë. Jetë të shikoj këtu në çantë. Jo, nuk është kjo, as kjo. Profesor Wizgis? Profesor Wiz... Po ky ku shkoj? Nesër pas kemi testim. Në rregull, le ta provojmë. Shpresoj të funksionoj. Tymi vallëzues, dil nga duart e mia. Thirrja ime e drejt për drejt. Bindju komandës time. Nëse kërkon mendimin tim, ky tyms më duket i shëndetshëm.
Mirë, nga pamja mund të them se s'ka funksionuar, apo jo? Ç'lloj zani je ti, Flora? S'mund as ta nxjerrësh mirë nga ky kungull i shëmtuar. Ndërsa ti nuk je në gjendje ta kthesh kungullin në karrot. Më testo. Po, ndoshta duhet ta bëj. Bën mirë ti ikësh që aty, dëgjove? Mos u bëj merak, Tekna. Mirta mund të kujdeset për veten. Ne po përpiqeshim ta ktheni mirtën kungull në mirtën njeri, por magjia e Ajsit është shumë e fuqishme. Ju sugjeroj të bëni një pushim sepse tani kam diçka për t'ju treguar. Përgjigjet e provimit të nesërm. Çfarë? Kam dalë aq dobët se s'mund të mos e pranoj këtë. Mendoj se fati po më jep një dorë. Stella, as mos e mendo. Nëse shikon përgjigjet e provimit që janë në zarf, atëherë kjo quhet kopje. E di, por do të më ndihmoj të ngrej mesataren. Nuk ka ç'të duhet nota e mirë, Stella, kur e merr atë me kopje. Kush e tha? Si fillim duhet të përpiqemi. Pastaj mendoj se do të ishte më mirë ta lësh zarfin atje ku e gjete. Tundimi për ta hapur është shumë i madh. E po duhet të vendosim tani. Çfarë do të bëjmë me këtë zarf? Hej, e kam unë një ide. Mund të lexojmë përgjigjet dhe pastaj t'ia tregojmë edhe klasës. Po, në këtë mënyrë do t'i kenë të gjithë dhe ne do të gjendemi në telashe. Atëherë, çfarë sugjeron ti, Flora? Harroje zarfin edhe shko të lexosh. Para se të shkoj për të lexuar, mendoj se do shkoj për të Njëra fjetur. pas ka shkuar tashmë Musa. Blumi po shikon ëndra. Blum. Kush je? Ku je futur? Eja, Blum, duhet të vish. Unë po vi, por ti ku je? Blum. Blum? Blum, drejtoresha kërkon të të takoj. Çfarë do të ndodh tani? Nuk e kam parë kur Griseldën kaq serioze, vajza. Ndoshta ajo e ka mësuar punën e zarfit. Kishit kërkuar të më takonet? Oh, po Blum. Ulu. Antarët e këshillit konsultativ sapo dolën nga një mbledhje urgjente. Këshilli konsultativ? Unë betohem që nuk e kam hapur zarfin. Cilin zarf? Zarfin? Mos fash gjë zarfin unë? Je mirë, Blum? Po, vetëm se jam pak e lodhur. Çfarë doni të diskutonit me mua, do të më thoni? Mirë, Blum. Ka ardhur momenti të mësosh diçka nga e kaluara jote. Zëri që ti dëgjon çdo natë është zëri i Dafnes, njërës nga serenat historike të magjisë. Dafne. Ajo ishte mbrojtëse e flakëve dragojt. Fuqisë që krijoi botën magjike. Legjenda thotë se ajo jeton në thellësinë e liçenit Rokaluçe. Më ndiq, do të çojë në një udhtim të veçantë zbulimi. Zbulimi të së shkuarës tënde. Wow. Këtu jetonte Dafne. Shkojmë. Gjithçka në rregull, Blum. Mos ke frikë.
Mendoj se duhet të shtrihesh dhe të pushosh pak. Kjo është një eksperiencë e vështirë për të dyja ne. Por unë dua të di më shumë. Dëgjoj. Tashmë ti di diçka më shumë për veten tënde. Nëse pyet për kuptimin e zërit që dëgjon, atë do ta kuptosh vetë. Si është puna? Mos të kanë përjashtuar? Po ata si e mësuan punën e Kanë Zarfit? parë duke u menduar për të hapur atë. Mos e kanë anulluar provimin për nesër? Qetësoni, ata nuk din asgjë. Ha, përse donin të flisnin pikërisht me ty? Po sepse Faragonda kishte mjaft arsye për të më folur për sjelljen time në klasë sot në mëngjes. S'është e mundur. S'pore ndonjë gjë të madhe. Thjesht zuri gjumi. Nuk po bëj shaka. Tani kemi një problem tjetër. Çfarë do të bëj me zarfin e Whizgisit? Nuk përqendrohem dot. Mendjen e kam vetëm tek Dafne dhe tek Brendoni. Ai s'më ka telefonuar që kur kaluam atë aventurën tek Kështjella e Reve. Po sikur të ketë ndryshuar mendjen në lidhje me mua? Unë? Ti mendon se unë duhet i telefonoj? Jam gati për ty. Ndaloni, është thjesht provë, po mundohesh më tepër nga ç'duhej. Tani shkoni ndroni. Dua të jeni në formë të shkëlqyer për deputimin e shkollës. Po pse më gënjen mendja kështu? Brendoni nuk ka kohë të mendoj për mua. Pse duhet i përgjigje telefonatave të mia? Kiko, këshilla jote nuk ishte fare me vend. Ndaluni. Është një shenjë rreziku tek kjo derë. Ajo shenjë simbolizon kuzhinën. Nuk kemi parë akoma asnjë njeri. Le ta fshehim këtë zarfin në qilar. Dhe nëse ndonjëra nga ne nuk i reziston dot tundimit për të kopjuar, duhet ta bëj pa e marrë vesh askush. Dhe, nëse ndonjëra nga ne merr notë të mirë, të tjerat s'do të kenë asnjë arsye për ta vënë në dyshim këtë gjë. Ky është një vendim shumë i vështirë për të gjitha ne. Po, ke të drejtë. Gjithmonë ka menduar zënat si krijesa me shpirt të pastër, por duke parë këtë mal me ushqim të shijshëm, Përqendrohu Blum. Jemi në një mision. Cili do t'ishte vendi më i përshtatshëm për të fshehur zarfin? Nuk e kam iden. Ndoshta tek ushqimet. po sikur zoti Sfolier ta gjej nesër aksidentalisht, ndërsa është duke përgatitur mëngjesin? Hey, le ta fshejmë tek rrepat. Rrepat nuk i pëlqejnë askujt. Fol për veten tënde. Rrepat janë shumë të mira. Por askush nuk i ha ato në mëngjes. Kështu zarfi do të bjerë në duart e profesor Whizgisit vetëm në kohën e drekës. Vetëm nëse zonja Tuber, krejt papritur, vendos të haj rrepa nesër në mëngjes.
Në rregull. Nëse është kjo ajo që duhet bërë. Duhet ta shikoni se çpamje keni marrë, vajza. Kaq ishte. Do ta lëm këtu derisa t'ja japim profesorit nesër. Ç'është e vërteta nuk dua të kopjoj, por kam mësuar shumë pak. Çfarë pret? Jemi shumë të ndershme. Natën e mirë atëherë. Shihemi në mëngjes. Blum, s'dua të bëhem e bezdisur, por nëse je zgjuar, kush po flet në shtratin tënd? S'mund të futem atje, kam shumë frikë. Të lutem, na lër pak kohë. Ne jemi të gjitha studente të notës 10. Është e vërtet, kam studiuar, por vetëm se gjithmonë i kam urryer ato teste të vështira. Mjaft ju të dyja. Ju ankoheni gjithmonë shumë. Dhe kush e merr notën më të mirë në fund? Muza dhe Flora. Vajza, jemi shumë vonë. Le të futemi, ndryshe do të fillojnë pa ne. Hey, pse ndalove? Shiko. Çfarë ka ndodhur? Nuk e kam iden, por më duket se kjo do të jetë një orgazmore. Mirë, shumë mirë. Gjithçka ka shkuar sipas planit tim. Por çdo të thuash me sipas planit. Amari Lulu, të lutem, do t'ju shpjegoj gjithçka. Zoti Whiskys, dje gjetëm këtë zarf dhe menduam se është juaj. Mos ju ka humbur gjë juve, profesor? Faleminderit, në fakt i imi është, dhe tani do ta hap në sytë të gjithëve. Çfarë keni kështu, vajza? Është thjesht një zarf. Pse keni kaq frikë, Jo, të lutem. Jo. Më duket se këtu po ndodh diçka e çuditshme. Nuk e kuptoj pse jeni kaq nervoze. Shumë mirë, vajza. Tani që mbaruam provimin ton, mund të vazhdojmë mësimin e ditës. Çfarë? Ai ishte provimi? Sigurisht që po. Të gjitha ju keni gjetur nga një zarf afër fjetorëve tuaja. Të gjitha ju menduat se ai kishte përgjigjet e provimit. Tani le të shikojmë rezultatet tuaja, vajza.
Kështu që mund të gjykoni vetë se kush e ka marrë apo jo provimin. Ato që nuk i rezistuan dot tundimit për hapjen e zarfit, po vuajnë pasojat. Jam shumë krenar për ju. Të gjitha meritoni notën më të lartë, 10. E mora provimin, faleminderit zotërisë. Mirë, ju e morët vesh se rruga për t'u bërë zanë e mirë është i gjatë, por ju jeni ende të reja dhe keni të gjitha aftësinë për të mësuar rëndësinë e të qenit e ndershme dhe për të rezistuar tundimit të gjërave të gatshme. Të qenit një zanë e mirë kërkon shumë përgjegjësi. Dhe si pasojë, vajza, Dua një minutë vëmendjen tuaj, ju lutem. Nesër do të bëhet një mbledhje në drejtori për të diskutuar programin ton në vazhdim. Bëhet fjalë për takimin mësues prindër. Jo, prindrit e mi këtu në Alfea? Gjithmonë i kam urryer mbledhjet e prindërve. Në serin pasarse, një krijesë të mërshme shfaqet në ëndrat e wingsave. Ato do të kalojnë net pa gjumë. Triksa do të përfitojnë nga dobësia e zanave për të marrë fuqinë e Blumit. Kjo është një moment i vështirë për pesë mikeshat. Kjo është një luftë e hapur mes shtrigave dhe zanave.